Kreu i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi sla edhe shumë hapësirë para mendje se një partneritet ekziston edhe në nivel kombëtar, tashmë me lidhjen demokratike të Kosovës, e as nuk nguroi ta proklamojë atë siç pretendohet nga rivalet politik gjatë fushatës. Krasniqi ishte në tubimin e përbashkët të PDK-LDK që garojnë si partner në Prizren me kandidatin Shaqir Totaj. Prezent ishte edhe kryetari i degës së LDK-s Driton Selmanaj, të cilin kreu i PDK-s e zgjodhi ta përshëndes për suksesin e marrëveshjes dhe bashkëpunimit mes tyre. Ajo që tha më pas do të jetë temë me siguri pasi ofroi indikator se ky partneritet mes dy subjekteve politike nuk është vetëm në nivel rajonal si në Prizren dhe në Mitrovicën e Jugut, sipas komentatorëve, por edhe në garën për kryeqytetin, por synimi përbashkët duket se janë zgjedhjet e radhës. Ne vazhdojmë të punojmë që kjo ndjenjë për Prizrenin të rritet e ky qytet të zhvillohet e kjo ndjenjë të shkojë përtej anë mban Kosovës. Andaj qysh në fillim desha ta përgëzoj Shaqen dhe Dritonin, por edhe partnerët e tjerë të koalicionit për këtë bashkëpunim e besatim për të mirën e qytetit dhe të qytetarëve. E unë po ju them sonte ngreheni këmbën zhag dhe për qeverinë e ardhshme në nivel të vendit, tha Krasniqi në këtë tubim. Këto zhvillime qartë kanë shqetësuar vetëvendosjen, lideri i të cilës Albin Kurti direkte adresoi këtë çështje në Prizren të premten me retorikën e tij të zakonshme, nxitse elektorale, kur tha se çifti PDK-LDK nuk do të vijë më kurrë në pushtet dhe bashkohen së bashku prej frikës që kanë nga vetëvendosja.